Drita, you're a powerful advocate for bilingual education. Why do you believe bilingualism is essential for children today? Kjo është mbase diçka e shumë anshme, është komplekse, nuk është vetëm një arsye vetme, e para vjen nga pasioni im për gjuhët e huaja, të cilën e përmenda disi shkurtimisht që në fillimet e mia. Me ardhjen në Amerikë, një nga programet master që unë kam përfunduar, ose i pari, si të themi, është Teaching English to Speakers of Other Languages, mësimdhënia e anglishtes për ata që nuk e flasin anglisht ose që e kanë si gjuhë të re, dhe kjo më ka ndihmuar të ekspozohem në më shumë, jo vetëm në vlerat e bilingualizmit, por edhe në format e ndryshme modelet e ndryshme me të cilat ai mund të implementohet në shkollat tona. Tani, për më shumë se çdo gjë tjetër, është edhe vetë ndryshimi i gjendjes aktuale të shoqërisë, të teknologjisë, të ekonomisë globale që e sjell këtë si domosdoshmëri. Përveç përfitimeve të tjera, por të jesh bilingual tani në kohën e sotme me gjithë të ndryshime që kanë ndodhur në këto fusha të gjëra që sapo përmenda, është një aset jo vetëm për atë që ne i shohim më shumë identitetit kombëtar shqiptar